këtu? Sa është këtu, more? Ku janë ata meshkuj që keni parasysh në për filma se i marrin xhupat dhe i hedhin aty te balda dhe unë mund të shkel sipër? Nuk kam. Po, s'është daq keq, nuk është daq keq. Sa keni sjellë? Si natyr, shiko sa bukur. Shiko, 3 sekonda. Unë jam ende duke kërkuar për sensin logjik sepse erdhem këtu. Do ta kuptosh rrugës. Pise, e shikon pak? Shife pak. Askush nuk të tha të vija sot jo taka. Është e vetmja herë që dua të kthehem në villë. S'ka problem, do rrim të dirë sa të erësohet, hajde. Sot kemi ardhur të minirat e kromit në Bulqiz. Pse? Pse? Se duhet të provojmë që jo të gjitha punët që thuhet që janë për burra. Do jemi sot punëtore kromi, do nxjerrim krom nga minierat. Unë nuk futem aty futesh mal, shive. Po të vdes. Nuk vdes. Po, je safe, jam me mua. Një përqafin. Je më safe tani? Jo. Këtu tani ka dhe gur dhe krom. Dhe do mësojmë si të ndajmë kromi nga guri, se jo të gjitha këto janë kromoj. Kromi nga guri, ka ndryshim se është me xixa këteja. Me xixa intrigoj kjo gjë? Po, të intrigoj kjo gjë? Ku i ka xixat me motor? Duhet ta çash kështu. Prit. Nuk do e çaj. Shiko? Xixa. Do t'i si ke emrin? Bekim, Bëlo dhe sot. u lodha pak gjagji. Sa orë në ditë punoni ju? Ne punem 4 orë në ditë. 4 orë? Po. Po 4 orë. Ne punojmë 12 orë te vila. Po këtu është punë më e lodhshme se ju, prandaj gjagji bo 4 orë. Po, 4 orë jeni brenda aty te minierat, 4 orë? Po me gjagjin. Po, sa e gjatë është ai tuneli? Do të thonë kur futesh aty. Tuneli është shumë i gjatë me gjagjin dhe vetë vazhdo përparësia për me te. Sa kilometra? Është 3 kilometra, saksisht nuk e di gjagji, por 3 kilometra e di. Ua, po s'ke frikë ti kur futesh aty? Po qatë me gjagji tani, a do I kena tregojnë çfarë? Kam 2 fëmijë gjagji. Ke 2 fëmijë, a të takon të qofë shpesh? Pa tjetër, pas punë shkrit e fëmijët e mi. Po është, do të thënë, e ke marrë atë përgjegjësinë përsipër që po bën ndoshta një punë pak më të rrezikshme, po fundja ditës e bën. Po të mbjetej gjagji, a do rris fëmijët. Sa janë këto? Na the dyshin, ka pas gjyshin. Gavatë dhe gjyshin tim. Jam shumë e rrezikshme mos na për e- jetën tuaj që të rini tani afër meje. Më premtoni. O, zoti! Mos u sill kështu. O zemra lodhë. Nuk je vogël. Po gjas një krom, a? E vrava shumë dorë. Gjithë ata që më komentojnë mua dhe më thonë që nuk jam nuse për shtëpi, unë jo vetëm që jam nuse për shtëpi, po unë punoj tokën, dhe jo vetëm punoj tokën, po unë nxjerr krom, unë nxjerr flori nga toka. E shef këto duar nxjerrin flori. Ë? E vërtet. E shef? E vërtet. 100%, po ky guri është shumë i thellë. Ti je gjithmonë më e mira. Ti do e gjesh sot një krom, do e vërtetosh këtyre që ti nuk e njen kurrë. Unë jam shumë e determinuar që ta nxjerr të gurin nga kjo toka, se tani u fiksova. Jo, po s'po gjej as një dreq ta haj, po një do e gjej se mund t'ja dal. Unë nuk zhgënjej kurrë, ke sa ti duhet ti edhe nëse nuk e gjen do ta gjesh. Pse se ti gjithmonë problemet. Në çfarë momenti, në gjithë momentet që ne jemi bashkë, ti më ke dëgjuar ndonjëherë nga goja ime dhe dali, wow, po vdes të bëj një punë burrash më i motër. Kushte shpiku të drejtën e gruas për të punuar. Ma thua do ti zonja gazetare që ka ardhur shumë për gazetor sot? Ne mund t'ja dalim të bëjmë punë burrash. 100%. Mua po më bëhen geta të pis, Nuk është okay. Xixa. Lek. Wow! Lek! Ke pas në një moment kështu të vështirë për shembull në punë, gjithë. Kam pas gjagji momentet vështira, por e kemi te kalu situatën, ka pas dhe momente tjera të rrezikshme, një moment vogël. Bjetoj. Po kush janë vështirësitë që ti hasësh në përditshmëri ose je hasur në përgjithësi në punën tënde? Shembjet, sepse kjo është pjesë e rëndë.
vagonat. Për shembull sa lekë merr, ti sa e ka rroba? Për 4 orë marr 40.000 lekë të vjetra. Në ditë. Po, Punon çdo ditë? çdo ditë. Në ditë. Në ditë. 40 herë 30, 4 herë 3, 1200 në muaj. Si është, se jam shumë kurioze, si është të punosh në errësirë pjesën më të madhe të ditës tënde? Punosh në errësirë, nëse mësosh për ditë nuk bë përshtypje, por të punosh në errësirë, ne përdorim dhe këto dritat. Edhe na duket normale. Je mësuar. Po, si jashtë, brenda soj është. Ke menduar ndonjëherë për shembull që ta lësh punën? Kam mendu shumë raste, po kam fëmijët me rrite se le dot. Çfarë mendon familja jote dhe fëmijët për këtë profesion? Fëmijët i kam vogël, i kam shkolla aktualisht. Ato nuk e din tamam çfarë punë bë babi, prandaj mundon t'i arsimoj. Hajdeni. Nuk Qa ke o nuk e mendoj në asnjë momenti që nuk mund të futem brenda në malve taka apo Po jo. do njëherë. Filmoj. Pse? Nuk e di, ta kem kujtim. Por jemi të sigurta se kushtet e punës këtu janë 10-10. Ore kuptoj, po nuk në bibër. nuk futem dot aty. Hajde! Ka vanksi, po m'ka aritmia. Do të jemi ku është kromi? Moj, hajde e provojmë, të lutem! Të pojnë që po e bëjmë të gjë. Më fal, më keni besuar mua në shumë gjërime, nuk do më besoni sot? Hajde kërkoj për fantasmat. Shiko, është krom, o Kristall! Kromi. Atje! Është. O Zot, të lutem, nuk mund të merr dhe me ty dhe me Klea njëkohësisht. Hajdeni! Kromi! Po e kemi seriozisht dhe nuk mund të shkojmë, sepse është barë, dhe nuk kanë dërgën realisht të bëjmë shumë. Kromi nuk është njeri që e tret! Më pikoj një gjë në kohë! Më pikoj një gjë në kohë! Është thjesht ujë! Ka me kapa, gop! A mund të shoh? Mund të shoh? A mund të ndriçoj dikush, lutem? Po mendon që nëse në një moment ata rriten edhe të thonë që ti duhet heqësh dorë nga ky profesion për shkak të Po tjetër që vështirësive. po. Për shembull, nëse nesër pas nesër të thoshte djalë jot që dua të punoj unë minier, çfarë i thoje ti? Nuk do ja referoja punonte minier, do mundoja që t'i jepja një profesion tjetër, një profesion profesional, ose të vazhdo të studimet. Po për shembull, ty kush të ka sugjeruar të punosh këtu? S'kam pasur zgjidhje tjetër dhe ka qenë koha e mëparshme Sa që vite ke punonin që që punon? fëmijë. Kam 32 vjet. 32. Sa shumë. Po, do me thënë, si ka ndryshuar kushtet e punës në këto 32 vite? Janë përparsu më shumë, më para nuk kemi pasur siguri të tillë. Ndosur armatime, ndihmë në punë, punojmë me kolegë, nuk ose na lënë vetë si më parë, të lenin pjesën e punës ta përfundoje vetë. Sot jemi me kolegë, me rregulla, me armatim, me çdo gjë. Po për shembull para shumë vitesh, të ka ndodhur në një rast ose kolegët e këtu për shembull që mund të kenë pasur një rast të keq, të Tragjik? punë minier tragjik. Patjetër. Legjendat thonë që këtu në Bulqis ka qenë një burr. Dhe ka qenë në një vend të Bulqisës dhe jo më dëgjoj. Dhe pjesa më interesante është që kush vajzë vinte këtu, do me thënë kush vajzë e re vinte në Bulqis ai e përndiqte. Dhe e di ç'është më interesantja? Që e di në qa vendi rrinte ky burri. Rri tani! Ti nuk e frikë? Hajde me budallashë kthehemi në Tiranë, që këtë histori. Këto janë lotot e vajzave që kanë qarë. Se i përndishte ai. E ju kam thënë goca që në fund të tunelit ka gjithmonë dritë dhe duhet më besoni gjithmonë. Okej? Po fix shife, pra preke me dorën. Oh, ja ku shika drita. Ç'është ajo më? Kromi moj. Po ky është gurmi. Është krom. Po, Qa po me vërtetë kështu me frikë këtu, po shife juve lodhen. Këtu nuk është për me qenë frikë, këtu është vendi sigurt, sepse edhe ne prandaj punojmë.
Unë në fakt isha shumë e bezdisur që e erdhëm këtu dhe më duk shumë e pa vend, po më bëu shefi tani nga fundi. Pavarësisht se unë ndjem ndoshta thellë pak të bezdisura nga balta, nga kushtet, ndonjëherë kur vim nga afër dhe i shohim me vërtet se si janë kushtet në të cilat ju punoni, kuptojmë që jeni me vërtet heronj. Edhe është për të vlerësuar fakti që ka ende burra që e bëjnë këtë punë. Patjetër. E gjitha të goca dhe xhaxhi, për të shakave, janë sa punë që ne gratë, sado që të mundohemi, nuk i bëjmë dot, ose si bëjmë dot ashtu si i bëni ju. Shumë faleminderit Xhaxhi Bekimi që ishe sot me ne dhe pranove të na japësh më shumë njohuri rreth mënyrave të kromit dhe se si punohet kromi dhe sa e lodhshme është.